Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë me emisionin tonë të radhës rreth emisioneve fito ndershëm, e që sot kemi përzgjedhur që të flasim rreth asaj se pse në çështje të fesë tonë kemi mendime të ndryshme, ose kemi çështje të cilat trajtohen edhe diskutohet për to në më tepër se një mendim. Fillimisht, në emisionet e kaluar, e kemi kuptuar se feja islame është ngritur mbi dije, dhe e kemi kry këto. Edhe kemi fol, pastaj edhe kemi argumentuar për këtë. Pastaj gjithashtu e kemi përmend se kjo dije është dije akademike, është më sakta, është më e mira, më e duhura dhe më e përshtatshme për njeriu dhe për jetën e njerëzit dhe gjithçka që sillet rreth tij në tokë. Gjithashtu e kemi potencuar që burim i vetëm i kësaj dije në kohën sa kompletohej kjo dije, sa zbriste prej Allahut të lartësuar, pra në kohën e shpallës, ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse i dërguari i Allahut ose i transmetonte edhe i përcjellte ato që ja zbriste Allahu i lartësuar shokëve të tij, ose nëse kishte nevojë për ndonjë interpretim, interpretonte, po gjithashtu edhe interpretimin e bënte me inspirim dhe shpallje prej Allahut të lartësuar. Vetëm se interpretimi pastaj është më i gjerë dhe është artikulimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam si fjalë, për ndryshe, domethënia e interpretimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithashtu është prej Allahut të lartësuar. Mirë, kur jemi te fiqhu, se e kemi përmend gjithashtu që dija islame ndahet pastaj në shkenca të ndryshme, në disiplina të ndryshme shkencore, dhe kemi përmend se njëra prej shkencave sheriatike është edhe fiqhu, edhe fiqhu merrej kështu prej pejgamberit alayhi salatu wasallam, sikurse të gjitha dijet e tjera, mirë po jo ndaras nga dijet e tjera. Dhe e kemi përmend gjithashtu se ka ndodhur që është pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam një pyetje, përgjigjja se cilës pastaj ka përmbajt komentim të ajetit, ka përmbajt fik ndoshta, ka përmbajt çështje dhe elemente të besimit të akides e kështu me radhë. Po, për mos më zgjat më tepër, themi se çfarë është fiqhu, ose çka është shkenca e fiqhut. Sepse mundemi që me pas mos pajtime për shkak se nuk i kemi definuar çështjet për cilat po diskutojmë. E kur definohen çështjet, pastaj qartësohet gjithçka dhe definicioni, pastaj qartëson gjithçka që definohet me të. Kur jemi te shkenca e fiqhut ose jurisprudencës islame, dietarët thonë se fiqhu është shkenca e cila mirret me dispozita, domosdoshmë shkencë fetare, e cila mirret me dispozitat sheriatike praktike. Shumë është më rëndësi këto dy specifika të këtyre dispozita, domosdoshmë dispozita sheriatike praktike, të cilat përfitohen nga argumentet sheriatike të detajuara ose të veçanta. Kur jemi te definicioni këtu, ka nevojë më u shpjegu pak në mënyrë që me pas më të qartë se fiqhu me çka mirret. Nëse e dëgjojmë fjalën fiqh, nëse e dëgjojmë duke thënë se këto çështje janë te fiqhut, dietarët e fiqhut ose fuqahat, atëherë për çfarë bëhet fjalë? Në mënyrë që të kemi parasysh se çfarë po dëgjojmë, ose çfarë na shpjegohet, ose çfarë na servohet, ose çysh duhet më ju qas këtyre çështjeve që janë të tilla. Kur thuhet shkenca e cila mirret me dispozitat sheriatike, do të thotë nuk i interesojnë dispozitat jo sheriatike. Po gjithashtu dispozita sheriatike praktike, që do të thotë se ka dispozita sheriatike që nuk janë praktike, po janë, me thonë teorike ose janë të brendshme. Për shembull çështjet e besimit. Çështjet e besimit janë të brendshme, të cilat lidhen më tepër me brendsinë e besimtarit, bindjet, akidja, besimi e kështu me radhë, ndërsa shkenca e fiqhut merret me dispozitat sheriatike praktike. Domthonë praktike çka më konkretisht, domthonë gjithçka, çdo dispozit që vjen nga sheriati e që ka për qëllim gjithçka që del nga njeriu, prej sjelljeve të tij, prej fjalëve të tij, sikurse namazi për shemb, namazi është i jashtëm. Domthonë janë lëvizje të jashtme dhe në dispozita praktike. Domthonë ka ritet e veta namazi, gjithashtu haxhi është adhurim i jashtëm. E fiqhu mirret me këto. Pastaj gjithashtu edhe me shitblerjen, martesën, domethënë gjitha veprimet që dalin për njeriut
e që janë veprime të jashtme, këto i studion shkenca e fekut dhe normal që sjell dispozit për to. Kur themi që kjo shkencë është si rezultat i përfitimit, ose që përfitohet nga argumentet e detajuara, ose të veçanta të shariatit. Çka na jep me kuptu kjo? Kjo fillimisht, kur themi argumentet e veçanta ose të detajuara të shariatit, atëherë është për qëllim ajetet dhe hadithet. Sepse Kurani, si libër i shpallur prej Allahut të lartësuar, është argument i përgjithshëm. Do të thonë në Islam argumentojmë me Kur'an, argumentojmë me Sunet. Mirë, po Kurani pastaj i përbën prej ajeteve. Me disa ajete argumentojmë për një çështje, me disa ajete argumentojmë për një çështje tjetër, e kështu me radhë. E çto ajete konsiderohen argumente të detajuara ose argumente të veçanta, sikurse për shembull, ajeti hurrimet aleikumul mejte është ndaluar juve ngrënia e ngërësirës, të më thonë kë është argument i shariatit i cili na e sjell në dispozit e që është ndalesa e ngrënjes së ngërësirës ose kofshës së ngordhur. Po gjithashtu dhe kur themi se nxirren nga argumentet e shariatit, kush i nxjerr këto dispozita? Kush i përfiton? Do thonë i përfiton këto argumente ai i cili studion këto argumente, që janë dietarët. Që janë dietarët e fekut ose fuqahat të cilët kanë për detyrë me i shiku këto argumente, me i studiu, me hulumtu rreth tyre, edhe pastaj në bazë tyre argumenteve me sjell dispozitën. E që duke u nisur nga kjo, themi se jo mendjet e gjithë njerëzve janë të barabarta, jo të gjithë shikojnë njëjtë, jo të gjithë mendojnë njëjtë, disa janë të thellë në të menduar, disa dietarë, disa janë edhe më të thellë, disa shikojnë nga një prizëm, disa nga një prizëm tjetër, e kështu me radhë, dhe si rrëdhoj e kësaj, pastaj dalim që qasja ndaj këtyre argumenteve shariatike mundet mos me qenë e njëjtë, e dy apo më shumë dietarë. Praktikisht, për shembull, një shembull thjesht, ky lapsi këtu që është. Nëse e kemi një grumbull të njerëzve përpara dhe themi se përshkruan ai këtë laps. Disa kanë me thonë se është ngjyra e tij e zezë. Disa tjerë kanë me thonë është laps elektronik. Disa tjerë kanë me thonë se e ka një pjesë të bardhë, disa tjerë të rrumullak. Domethënë, secili e shikon për prizmën vet. Jo që du me thonë se dispozitat e fekut edhe rregullat e praktike të shariatit, domethënë janë kaq pak të vlefshme, mirë po si shembull se çysh ju janë qas dietarët argumenteve të shariatit. Edhe për ata secili prej dietarëve, dikush e shikon nga një prizëm, dikush nga një prizëm tjetër, ajetin ose dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pastaj dalin këto dallime në mendime rreth një çështje të caktuar. Pse ndodh kjo pra? Pse ndodh që dietarët e fekut mos me qenë unik në të gjitha fetfat e tyre? Për shembull, pse nuk e kemi sot në tërë botën se për një çështje të caktuar, për shembull gjërat të cilat e prishin abdesin, ja, të gjithë dietarët e botës islame i thënë këtu. Gjërat të cilat nuk e prishin abdesin, për shembull, të gjithë dietarët e botës islame i thënë të njëjtë. Pse nuk e kemi këtë? Nuk e kemi për disa arsye. Arsyeja e parë është se natyra e këtyre dispozitave është e tillë, është fleksibile. Të më thonë janë dispozita praktike të cilat e tolerojnë më tepër se një mendim. Madje edhe qasjet e ndryshme të dietarëve ndaj këtyre çështjeve të caktuara e pasurojnë edhe më tepër dhe u aletësojnë njerëzve edhe më tepër, se si u aletësojnë do ta shohim pastaj në vazhdim. Gjithashtu, njerëzit kanë edhe popujt kanë zakone të ndryshme, edhe kanë tradita të ndryshme. Si rrjedhoj, disa dispozita ose disa interpretime dietarëve janë më të kapshme për traditat e një populli dhe disa interpretime tjera janë më të kapshme për traditat e një populli tjetër. Mirë, këto nuk do të thotë që feja të shpjegohet sipas traditave edhe të nështrohet traditave. Mirë, po ka disa dispozita shariatike të cilat janë të ndërtuar mbi zakonet dhe adetet e njerëzve, ose të cilat nuk i prekin zakonet e njerëzve dhe nuk i prekin traditat e njerëzve, vetëm nëse ato bin kundërshtim dhe bin ndesh me rregullat e shariatit. Pastaj,
Gjithashtu arsye tjetër është se këto dispozita janë valide deri në ditën e gjykimit. Dhe tash llogariti deri në ditën e gjykimit kanë me ardhur popuj të ndryshëm, kanë me ardhur kohra të ndryshme, zhvillime të ndryshme, teknologji e ndryshme e kështu me radhë. E sigurt mos e kishin këtë fleksibilitet që me leju ma tepër se një mendim, ose ma tepër se një interpretim, ose një interpretim i cili ka ndodhur para disa kohërave me qenë i përshtatshëm për kohën e atëhershme, ndërsa për kohën tuaj me qenë një interpretim pak më ndryshe, domthon krejt këtu e sjellin nevojën që këto dispozita më u shpjegu edhe më u përcjell tek ne në më tepër se një mendim, sepse ky shpjegim, këto dispozita, ky shariat ka më qenë valid dhe ka më u përcjell deri në ditën e gjykimit tonë, derisa të ketë jetë në këtë tokë. Më e rëndësishmja e krejt këtyre arsyeve është se hartuesi i këtyre dispozitave, i këtyre rregullave, po dhe gjitha rregullat e tjera fetare, mirë, por neve na interesojnë dispozitat praktike, që thanë dispozitat e fikut, e që është Allahu i lartësuar i ka dhënë leje dietarëve që me interpretu ato. Edhe përderisa janë dietar, dhe përderisa i plotësojnë kushtet për me interpretu dispozitat e shariatit, Allahu i ka dhënë leje paraprakisht. Dhe tash, sado që e interpreton, çfarë do mënyre që e interpreton, ai prap ka me qenë brenda disa vijave të gjana, mirë, po e ka atë mundësinë që me interpretu ose me shpjegu më ndryshe se sa që e ka shpjegu një dietar tjetër, me kush që këtë formë me bazu në argumente edhe në provat e tij edhe në hulumtimet e tij rreth çështjes për cilën flitet. Që do të thonë se Allahu i lartësuar nuk i ka dhënë gjithë kujt leje me bë eksperimente me fe. Edhe më thonë hajtë ta provojmë. Përderisa pas ka mendime të ndryshme, ata hapa dhonin një mendim. Mirë, kush e jep këtë mendim? Kush është ai që jep mendim? Kush është ai që Allahu ja ka leju durt, që i ka leju që durt e tij me i fut në çështje të fesë, është pikërisht ai i cili është kompetent. Domethënë ai i cili ka kompetencë profesionale. Domethënë çka është kompetencë profesionale? Ai i cili ka plotësuar kushtet për me qenë dietar i fikut. Për me qenë dietar i fikut ose për me qenë mujtehid, që është në gjuhën edhe terminologjinë e shariatit i thuhet mujtehid, ai i cili arrin në nivelin edhe shkallën e ditorisë edhe të mençurisë edhe ka gjithashtu të lexuar shumë për interpretimeve tjera, për dietarëve të tjerë dhe ka arrit në shkallën që më është në gjendje me i interpretu tekstet fetare, ajetet dhe hadithet pa u ndihmu me ndonjë dietar tjetër. E këtij Allahu i ka dhënë leje, mirë, po jo gjithkujt, për arsye se çështjet e fesë, edhe pse po themi janë praktike, mirë, po janë më të mëdha se sa me i fut gjithkush durt në to. Kanë vlerë më tepër. Dhe përshojnë më tepër se sa çdo kush me i fut durt në to, dhe këtu duhet ta nxjerrin e pa rrezikun e atyre të cilët i fusin durt në interpretimin e fesë pa kompetencë. Qoftë me niyet të mirë, qoftë me niyet jo të mirë, edhe pse niyeti i mirë nuk është i mjaftueshëm këtu përderisa nuk jemi kompetent, edhe përderisa nuk jemi thirrur për me bë këtë interpretim të fikut ose dispozitave të fikut. Dhe në sajë të kësaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kur mujtehidi, domethënë që ky mujtehidi, që ka arrit shkallën me qenë dietar i fikut, me qenë mujtehid në fik, thot kur mujtehidi e jep një konkluz të tij, edhe e nxjerr një fatva për një çështje të caktuar. Nëse ja qëllon, domethënë e ka goditur të saktën, atëherë ka dy shpërblime. Shpërblimin e parë për angazhimin, për lodhjen, për mundin që ka bërë, dhe shpërblimin e dytë që e ka qëlluar. Ndërsa nëse nuk ja qëllon, atëherë ka një shpërblim. Do thonë prap nuk është pa shpërblim. E ka shpërblimin e lodhjes dhe angazhimit. Pse Allahu më e shpërbly këto? Për arsye se Allahu pikërisht personit të tillë i ka dhënë leje që me bëj ijtihad edhe me bëj angazhim edhe me dhënë mund në interpretimin e meseleve edhe çështjeve të fikut të cilat lejojnë interpretim, sepse kemi çështje na të cilat nuk lejojnë interpretim, mirë, po flasim për ato gjithnjë për ato të cilat lejojnë interpretim. E që do të thotë se ai i cili e mrin këtë shkallë edhe ka leje prej Allahut, domethënë i plotson kushtet për me marrë lejen prej Allahut të lartësuar që me interpretu fen edhe dispozitat e shariatit, ky sillet mes një shpërblimit edhe dy shpërblimit. Do pa shpërblim nuk mbetet. Ose i ka dy shpërblime ose një shpërblim sikurse e shpjegum. Mirë, që do të thotë se ai i cili interpreton Islam, edhe interpreton dispozita, edhe nxjerr fetva, edhe flet në emër të Allahut, edhe i fut durt në çështje të fesë, çka nuk është kompetent, ai sillet mes një gjunohit edhe dy gjunoheve. Po këto se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, po kjo mundet më kuptu. Pse? Sepse nëse ja ka qellu,
Nëse flet pa dije, edhe nuk është kompetent për e folë. Nëse e ka qëllu, ka u gjunohen për arsye se ju është qas një pune që nuk lejohet më ju qas pa mjete edhe i pa përgatitur. Mirë, nëse si a qëllën e huq, atër i ka dy gjunohen që e ka huq rrugën edhe ju ka qas asaj që nuk du të më ju qas edhe gjunohen tjetër që e ka huq qëllimin, cakun edhe nuk e ka qëllu. Nga kjo, të ndëruar shikues, kuptohet se sa të rëndësishme janë çështjet e fesë. Edhe pse ndoshta mund të tingëllojnë të lehta, me që dikujt po ju lejoj ka me fol, dikujt po ju lejoj ka me interpretu, dikujt po ju lejoj ka me shpjegu dhe me dhënë fetva për këto, prej njerëzve, atëherë nuk qenë kanë shumë të rëndësishme më përkundër janë të mëdha janë të rëndësishme, sepse ashtu siç e përmendëm, Allahu i lartësuar jo çdo kujt i ka dhënë leje që me bë këtë interpretim të këtyre dispozitave. Mirë, se në këtë formë janë interpretu dispozitat e shariatit. Do të thonë dispozita që lejohet interpretimi i tyre, sepse unë po e përsëris këto edhe një herë për shkak të rëndësisë. Dispozitat shariatike ose janë dispozita që kanë të bëjnë me besimin, ose janë dispozita praktike. E këto dispozitat praktike jo të gjitha lejohet interpretimi i tyre, sepse kemi diçka që quhet shtylla, që quhet baza të fesë. Ato nuk lejohet interpretimi i tyre sepse ato Allahu i ka kompletuar dhe i ka plotësuar. Mirë, po disa detaje që lidhen pastaj me këto shtylla, këtu Allahu i lartësuar për me qenë Islami fleksibel edhe për me qenë valid pastaj ky shariat, ky ligj dhe këto rregulla për me qenë valide edhe të përshtatshme për çdo ku, për çdo popull dhe për çdo vend, pastaj Allahu këtyre elementeve dytësore e kalon mundësinë që me interpretu dietarët mushtehidët. Se në këtë formë interpretonin edhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, madje edhe të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi për çështje të caktuara më tepër se një mendim, madje në kohën sa ishte gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam, këtë do ta shohim pas një shkëputje të shkurtër për të kthyer me pjesën e dytë të emisionit. Jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar aty ku mbetëm edhe fjalën e fundit që e përmendëm se edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çështjet e fikut, meselet e fikut, fetvat që lidhen me çështjet të caktuara të fikut, interpretoheshin edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga sahabët, nga shokët e tij, madje për një çështje të caktuar kishte dy interpretime ku shpesh herë pejgamberi alayhi salatu wassalam të dyja interpretimet i pranonte si valide dhe si të rregullta. Normal që njëna është më e sakta, më e qëllumja, po edhe tjetra nuk e hedhte poshtë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e si ndodhte kjo. Tham gjithashtu se ka dispozita shariatike të fikut, edhe pse janë praktike, mirë po nuk tolerohet, Allahu nuk toleron që njeriu ose mushtehidi kushdo që tjetaj me hyjë dhe me interpretu ato, sepse Allahu i ka kompletuar ato. Për shembull, nuk lejohet me diskutu ose me dhënë mendime se a duhet me besu ditën e gjykimit apo nuk duhet me besu ditën e gjykimit. Kjo punë është e kryme, e ka kryer Allahu i lartësuar, që duhet patjetër me kry. Ose a ekziston dita e gjykimit apo nuk ekziston? A ekziston xheneti dhe xhenami apo nuk ekzistojnë? Llogaria e botës tjetër a ekziston apo nuk ekziston? Domethënë këtu nuk hyjmë në diskutim fare, as nuk lejojnë, në këtë çështje nuk lejojnë diskutim për arsye se këtu i ka kryer Allahu i lartësuar dhe i ka mbyll. Gjithashtu, a është obligim namazi apo nuk është obligim namazi? Dietarët e fikut vetëm e tregojnë edhe e përmendin në librat e tyre, në shpjegimet e tyre se namazi është obligim, por ndryshe nuk është që të interpretohet kjo se disa dietarë kanë interpretuar, domethënë sikur thuaj që disa dietarë kanë përmendur se është obligim, disa kanë thënë që nuk është obligim. Jo. Domethënë ky interpretim kështu nuk lejohet sepse është përmbyllje Allahu të lartësuar për këto dispozitë ose sa kohë namazit kemi. Edhe më ardhi dikush e më thon se ka disa mendime, një mendim thotë se i kemi 5 kohë namazit, një mendim thotë 2, një mendim 3, një mendim ashtu. Jo, s'ka këtu. Këtu nuk futet mendimet e njerëzve, sepse këtu janë çështje bazike, janë shtylla të fesë dhe Allahu i lartësuar i ka kompletuar vetë.
edhe i ka përmbush vetë, ndërsa ato që lidhen me namazin, domethënë çështjet dytësore që lidhen me namazin, pastaj që lidhen me haxhin, që lidhen me zakatin, që lidhen me shitblerjen, që lidhen me marrëdhëniet ndërnjerëzore e kështu me radhë, që janë dytësore, këtu Allahu i lartësuar i ka leju mujtehidat edhe dietarët e fikut që me interpretuar me pas më tepër se një mendim. Më thjesht, më thoni krahasim i thjesht, nëse jemi duke ndërtuar një ndërtesë të madhe, edhe kemi një inxhinier i cili është shumë profesionalist, ndërsa i kemi disa tjerë të cilët nuk janë shumë profesionalistë, mirë po e kryjnë punën edhe këta të inxhinierit. Kur është në pyetje me i vendos pikat kryesore, shtyllat kryesore, duhet me marrë vlerësimin e inxhinierit kryesor. Pastaj, për disa detaje tjera, për disa mure plotësuese ose elemente plotësuese, shërbemi edhe me inxhinierët të cilët nuk janë në shkallën e tij. Këto njerëzit. Ndërsa ne po dojmë me ndërtu në islam, në vetën tonë, në islam, me apliku në islam, me apliku në fetarin, dhe çështjet bazike, çështjet më rëndësi, çështjet jetike që nuk bën me interpretu ndryshe, vetëm se që ka interpretu Allah i lartësuar, Allah e ka mbyll derën e interpretimit edhe shpjegimit të tyre nga njerëzit. Do të thonë, thjesht dietarit, alimit, fukahave ju mbetet vetëm me përcjell tek njerëzit se namazi është obligim, edhe argumenti për obligueshmërinë e namazit është Kurani, Suneti, konsenzusi dietarëve kështu me radhë, ose zakati është obligim. Ose e kemi obligim 5 kohë namazit, do të vetëm përcjellet tek njerëzit pa pas nevojë mu interpretu sepse Allahu kët e ka ngjall. Domethënë shembull, çka lejohet interpretimi për shembull, nëse diskutohet mes dietarëve se a është më mirë të falemi me mbathje apo të heqim mbathjet, këpucat për shembull. Kur jemi në natyrë, kur jemi në ambient hapur, a të falemi me këpucat apo të heqim këpucat. Disa dietarë kanë thënë që më mirë është me mbathje, disa tjerë thonë që është më mirë me heq mbathjet për arsye se këtu janë çështje pastaj në të cilat tolerohet interpretimi dhe mendimi ndryshe. Ose për shembull nohatja e aromave, ose nohatja e erave të ushqimit, a e prish agjerimin apo nuk e prish, tash veç ju kemi afruar dhe agjerimin, dhe mund jetë dikush për dietar që thotë po, nohatja e tepërt e aromave të miskut ose e ernave të gjellave mundet me prish agjerimin, ndërsa disa të tjerë thonë jo, nuk e prish agjerimin, për arsye se është çështje fleksibile, elastike që përballon edhe e toleron më tepër se një mendim, ose edhe një shembull tjetër që ka të bëjë me shitblerjen, sepse ne qëllimi i këtyre emisioneve është që me i nxjerr këto rregullat dhe dispozitat që flasin me shitblerjen dhe gjithçka që lidhet me to. Për shembull, kur pronari i mallit e shet mallin, kush e merr përsipër transportin? A e merr përsipër transportin pronari i mallit edhe me sjell deri te blersi, apo blersi duhet me shku me marr prej shitësit edhe me pru te shtëpia? Ka dietar që thonë ashtu, ka dietar që thonë kështu, për arsye se është çështje e cila i përballon më tepër se një mendim. Gjithashtu, mos të harrojmë se në numër jo i vogël i dispozitave sheriatike, Allahu i lartësuar i ka ndërtuar mbi zakonet dhe adetet e një populli ose të popujve, përderisa nuk janë ato adete që bin ndesh me Islamin. Shembull, Allah i lartësuar thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Për gratë, ju drejtohet burrave dhe thot: "Silluni mirë ndaj tyre, silluni me mirësi dhe bëni jetën me to me mirësi." Mirë. Çfarë është mirësia? Tu s'ka përmend Allah i lartësuar. Kjo kthehet pastaj tek zakonet e njerëzve, grupeve të ndryshme të muslimanëve, ashtu që kanë zakonin. Nëse për shembull është zakoni të ta që çdo muaj për shembull me i sjell rroba të reja, pastaj do të thonë me i siguru vendbanim të përhershëm, jo me qira, kështu me radhë, do të thonë, kjo pastaj ju mbetet popullit që me përputh këtë rregull me zakonet e tyre, thash më herët, përderisa zakonet nuk bien ndesh me rregullat e shariatit. Ose një shembull thjesht e kanë përmend dietarët. Thotë ka ndodhur një rast në kohë pejgamberit alayhi salatu selam që devja e një personit është liru natën, ka dal prej vendit vet, prej ahurit, ka dal natën, edhe është fut në bashën e një tjetrit, edhe ka shkatru bashën pothuajse të tërën. Edhe zgjohen mëngjes çka më bë. Devja domon ka qenë e lidhur.
ndërsa ky personi si duket nuk e ka pas të rrethuar boshën që mos mu dëmtu let, e pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu e nxjerr një rregull edhe thotë që pronarët e boshqeve e kanë obligim me i rujt boshqet e tyre ditën, ndërsa pronarët e devës janë përgjegjës për devet e tyre natën. Kështu që nëse devja ose nëse kafshët shkatrojnë diçka ditën, atëherë përgjegjësia mbi pronarët e tokave dhe të boshqeve. Ndërsa nëse shkatrojnë natën, bie përgjegjësia mbi pronarët e kafshëve, devës, kalit, lopës e kështu me radhë. Mirë, thënë dietarët, nëse ndrën tradita, sepse domethënë vazhdimisht po dhe sot bojqit gjatë ditës kanë punu në orat e tyre. Ndërsa është ditë që natën kafshët do të mu mbyll. E tashi boshqja është e sigurt natën për arsye se kafsha mbyllet gjatë kësaj kohe. Ndërsa ditën pronarët e kafshët, lopëve, të kuajve nuk i kanë kushtuar rëndësi shumë kafshë për shkak se në përboshje gjatë ditës janë pronarët e tyre dhe i mbrojnë të mbjellurat e tyre. Thonë dietar, nëse ndrën tradita, për shembull, si shembull e përmendim, nëse kafshët i nxjerrin pronarët e kafshët i nxjerrin bagtitë e tyre me kullot natën. Edhe njerëzit i punojnë boshqet e tyre dhe punët e tyre bujqësore natën për shkak temperaturave ndryshme ose ndryshime klimatike e kështu me radhë. Atëherë ndrën edhe dispozita. Edhe i themi se pronarët e boshqeve duhet të marrin përgjegjësitë për dëmet që mund mi bë atyre ditën, ndërsa pronarët e kafshën në këtë rast i marrin përgjegjësi, i marrin natën, pronarët e boshqeve, falni, i marrin përgjegjësitë e tyre natën për arsye se natën njerëzit punojnë tash në boshqe, ndërsa pronarët e kafshëve i marrin përgjegjësitë për dëmet që i bëjnë kafshët e tyre gjatë ditës, sepse ditën nuk ka njerëz në boshqe. Domosdoshmë si shembull që e përmend. Thamë më herët se interpretimet të tilla edhe shpjegime në këtë formë në më tepër se një mendim për çështje të caktuara kishte edhe tek shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, madje i dërguari Allahut u dha leje shokëve të tyre që për disa çështje të caktuara të sjellin mendime. Kjo për të mësuar sahabët, shokët e vet pejgamberit alayhi salatu wasallam, se çysh më ju bë zgjidhje sheriatike, çysh me nxjerr dispozitën sheriatike dhe me nxjerr fetva për çështje të cilat të reja të cilat na vijnë për çdo ditë. Edhe thuaj se çdo ditë kemi diçka që del e re e cila ka nevojë më u trajtuar dhe sheriatikisht, edhe me shpjegu sa është e lejuar apo nuk është e lejuar, a ka ndalesë apo s'ka ndalesë. E pejgamberi alayhi salatu po don me mësu shokët e vet, në praninë e tij domosdoshmë sa është gjallaj, se çysh me ardh deri te dispozita e një çështje të caktuar, pa e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, po gjithashtu për të mësuar edhe neve. Për ta marrë si shembull pastaj praktikën e shokëve vet, dhe në fund pejgamberi alayhi salatu wasallam sa ishte gjallë, këto orvatje të shokëve të tij për nxjerrjen e dispozitave, nëse ishin të sakta i meratante, nëse nuk ishin të sakta i permisonte edhe i rregullonte dhe nuk heshte ndaj pasaktësisë së tyre. Po i përmendim disa shembuj të cilët kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku shokët e tij kanë pas dy mendime për një çështje të caktuar, duke qenë gjallë pejgamberi alayhi salatu wasalam, madje të dy interpretimet i kanë arritur pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është një rast i njohur, besoj që është i njohur për shumë për juve që na përcjellni, kur pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka ardhur urdhri që me bë luftë kundër një fisi Banu Qurayza që ka qenë në Medinë, i cili i ka thyer marrëveshjet edhe e ka prej në besë pejgamberin alayhi salatu wasalam, e tash pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot shokëve dhe ushtar, thot mos e fal askush i kindin për juve, arsye se para i kindis po niset. Mos e fal kërkush i kindin për juve vetëm se te Banu Qurayza. Edhe unë se në ushtria. Gjatë rrugës po rrezikon me dal koha i kindis. Dielli është afër perëndimit, edhe po dal koha i kindis. Disa prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam tha, po na ik kindia. Iku ku i kindis përndaj diellin, na ta fal me i kindin, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas për qëllim, nuk ka pas për qëllim që na tavanoj me kindin derisa të mërim të Banu Qurayza, por që të nxitojmë në esjen tonë sa më shpejt. Edhe është e ditur që kur të arrin koha e kindis, kur të arrin do të më fal. Disa të tjerë thanë jo, tekstualisht na ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, që i kindin nuk keni më fal, vetëm se te Banu Qurayza, kur të arrim atje e falem. Edhe e falem masi që
perëndoi dielli. Kur i tregun pejgamberit alayhi salatu wasalam, asnjërin prej palëve nuk e çortoi. Pse nuk e çortoi? Për arsye se vetë ju kishte dhënë leje pejgamberi alayhi salatu wasalam me bë ijtihad edhe me bë arvati për me gjetë dispozitën sheriatike për çështje të caktuara. Në këtë rast, të dy palët e kishin mirë. Të dy palët vepruan mirë, sepse njëra palë e dëgjoi fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Na ka thënë i dërguari i Allahut, do ta çojmë fjalën vend. Mos u falni vetëm se në oborrat e Banu Qurayza, Banu Qurayza, kur të arrijmë atje e falim. Ndërsa disa të tjerë thanë se pejgamberi alayhi salatu wasalam paraprakesh neve na i ka mësuar kohën e namazit. Dhe koha e namazit të ikindisësh para se me perëndu dielli, kështu që na po e falim ikindin, të dy palët vepruan mirë edhe pse më mirë ishin ata të cilët e falen namazin e ikindisë rrugës para se me dal koha e namazit. Tregon Abu Said al-Khudri juniori për shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam shembull tjetër, thotë dy persona ishin në udhtim dhe nuk kanë pas ujë të mjaftueshëm me vete, kur ka ardhur koha me fal namazin, me marr abdes s'ka. Kanë pas ujë pak për me pi. Ndërsa për abdes nuk kanë, edhe marrin të dy temëm e falin namazin. Mirë, pasi që e falin namazin, tash ka kohë namazit, domethënë ka kohë për me marrë namazin tjetër. Edhe gjejnë ujë. Si duket janë të lëviz këta, janë të ecë edhe në lëvizje e si për gjejnë ujë. Njëri prej tyre thot koha e namazit, na e kemi fal namazin, po koha e namazit nuk i ka dalë akoma. Domethënë alos ka kalu koha e namazit. Ndërsa ne kemi fal me temëm se s'kemi pas ujë, tash ja e gjetëm ujin, do të me fal namazin. Merr abdes edhe një herë, edhe e fal namazin për s'dyti me abdes. Sepse nuk është rahat që e ka fal herën e parë me temën. Mirë, ky i dyti thot, unë e kam fal një herë. Në kohën kur e kam fal namazin, është kanë obligim me fal, ka hyrë namazi, kam kërku ujë për abdes, nuk kam gjetë, mundësinë e kam pas për me marrë temën, kam marrë temën dhe kam fal namazin, i kam plotsu të gjitha kushtet që kërkohet për namaz sipas rrethonave të mia edhe sipas gjendjes në cilën kam qenë. Edhe kështu kanë vepruar të dytë, vinte pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ja tregojnë rastin. Ati që i ka falë edhe një herë, që i ka përsërit namazin me abdes, i thot ti ke dy shpërblime. Ndërsa ati që nuk e ka përsërit namazin, thot ti ja ke qellu sunetit, ja ke qellu mësimeve dhe traditës tonë. Edhe pse të dytë kanë pas mirë, edhe pse të dytë kanë vepruar mirë, ose spaku asnjëri prej tyre s'ka vepruar keq. Mirë, po ky që nuk e ka përsërit namazin këtë rast e ka pas më mirë për arsye se me ja qellu sunetit. Edhe me i bë veprat e tona, me krye adhurimet e tona sipas sunetit, është më mirë edhe ka shpërblim më shumë se sa mos me kry sipas sunetit, po me bë 2-3 herë. Shembull tjetër, Uthmani radhiyallahu anhu sa ishte halife, udhëhesi muslimanëve, kur u priu muslimanëve në haxh, si udhëhesi muslimanëve, në Mina, sa që ndronte në Mina, e falte namazin e plot me 4 rekate. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi thot, ç'a është puna e namazit që e plotson? Unë me pejgamberin alayhi salatu wasallam kom bë haxh me Abu Bekrin, kom bë haxh me Omerin, me gjithta e kemi fal të shkurtum namazin. Do namazet sa kemi qenë Mina, i kemi fal të shkurtum. Edhe i thonë disa prej shokëve të Abdullah ibn Mesudit, thonë pse nuk po e kundërshton Uthmanin? Pse nuk po e kundërshton Uthmanin? Pse s'po del kundër ti haptas? Edhe mi marr njerëzit, pastaj kush dëgjon ty edhe me fal namazin Mina me 2 rekate. Thot Abdullah ibn Mesudi, el khilafu sharr. Mos pajtimin që të formë është sjell të lashe, është bela. Sepse unë kam mendimin ndryshe. Mirë po unë jam të fal mas një imamit. E kështu që kur të falna mas imamit, unë e falna sipas bindjes së imamit që e ka. Ose do më falna mas imamit, ai falet sipas bindjes së vet. E kështu që ai ka bindje se është në rregull me plotësuar, plotësoj mas tina, po nëse e fali vet ose se fali mas tina, nuk e fali të plot. Po pse Abdullah ibn Mesudi po e pason Uthmanin radhiyallahu anhu këtë rast? Pse e ka bindjen që duhet me shkurtu namazin? Sepse Uthmani është imam i namazit. Pastaj Uthmani është imam dhe udhëheqës i muslimanëve. Edhe kundërshtimi i tij në këtë rast mundet me ngjall hoti, mundet me fut përçarje, mundet me i bë pastaj me i grupu muslimanët në grupe të ndryshme dhe pastaj këto grupe me llogarit njëra tjetrën kundërshtar. Ky rast edhe pse ka ndodhur pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po e shohim që çështje të caktuara të fikut po qarkullojnë me 2 mendime ose 2 opsione të shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Amr ibn Asi radhiyallahu anhu në njërin prej udhëtimeve të tij, kur është ngrit për namaz të sabahut me fal sabahun, në rrugë ka qenë, si duket ka qenë koha e ftaftë dimri edhe ka qenë i ftaftë, është bë xhunub, që ka nevojë për gosën me pastru krejt trupin. Edhe nuk është pastru, ka marrë temëm.
Pastaj shokët e vet, ata që janë fal mas tina, e kanë çortu, kanë thonë, ti thot po falesh me temom, ke marr në vend që me marr gusl, pastrim krejt trupit, ke marr temom, na me abdes, edhe jemi të pastër më fal mas ty, no, thonë, bëhet një diskutim këtu, kur shkojnë te pejgamberi alayhi salatu sallam, pejgamberi është gjallë. Edhe i thot Amr ibn Asit, Amr pse veprove kështu? Do pse su pastrove? Do toj dërguri Allahut. Unë kisha nevojë për pastrimin e krejt trupit. Isha në rrugë, moti i ftoft. Edhe më kujtua ajeti kuranor ku Allahu i lartësuar thotë wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Edhe mos e futni veten e juaj me durtë e juaj në shkatërrim, mos e çani në shkatërrim veten me durë tuaja. Pejgamberi alayhis salam çesh këtu. Edhe e çeshnia e tij është miratim, do thonë mirë ke vepruar. Pse? Sepse me përdor ujin në këtë situatë, në këtë kohë të ftoftë, në udhtim, ka mundësi që ish smu, ka mundësi që i kish mbet pastaj me pasuja, probleme të mëdha, të lëshe të mëdha, e kështu me radhë, Allah e ka sjellë tejmumin si lehtësim, e Amr ibn Asi ka arrit me kap këtë interpretim, edhe e ka qalluar me këtë interpretim, edhe pse shokët e vet e kanë çortu, kanë pas mendim ndryshe, edhe i kanë thënë që duhet mu pastru, mirë po, Amr ibn Asi radhiyallahu anhu ka vepruar me mendimin e vet, dhe ja ka miratuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj mendimin edhe veprimin Amr ibn Asit. Gjithashtu e kemi njërin prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu sallam që është Hatim at-Tai. Thot kur ka zbrit ai për vete, thot kur ka zbrit ajeti kuranor Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Që Allahu në këtë pjesë të ajetit e përmend kohën e syfyrit, domthonë ku lejohet natën me hangër gjatë Ramazanit, edhe të hani dhe peni derisa të dallohet peri i bardh prej xiut. Thot Hatim at-Tai ku mor dy pej, njërin të bardh, njërin të zi dhe i kum vendos te kryt. Derisa kanë filluar me i dallu. Kur kanë filluar me dallu se i bardh është i bardh, i zi o i zi, çatu e kam ndërprej ushqimin. Edhe shkon te pejgamberi alayhi salatu sallam, i thot Hatim at-Tai këtu kom vepru. Pejgamberi alayhi salatu sallam e pas ke stokun e gjerë. Domthon shumë pas ke priti. E ke te i kalu kohën kur është dashur me ndërprej ushqimin në sefer. Mirë, po i thot pejgamberi alayhi salatu sallam, nuk është qëllimi këtu peri i zipit bardhit si pej, po është për qëllim nata e errët prej dritës së sabahit që është agimi. Domthon hani dhe peni deri në agim këtu. Domthon pse pejgamberi alayhi salatu sallam nuk e urdhnoi Hatim at-Tai në këtë rast me kompenzua agjerimin, thonë që ti pas ke hongër mas e fyrit, nuk e agjerim sepse je vanu shumë, nuk i tha përsërite. Ose nuk i tha bën kompenzoj këtë ditë, për arsye se vetë pejgamberi alayhi salatu sallam i kishte dhënë leje për me bëj ijtihad, edhe me dhënë mundin për me nxjerr dispozita të tilla, pavarësisht se nuk e ka qelluar mirë, por pejgamberi alayhi salatu sallam nuk e ka meratu këtë interpretim tyre. Pastaj Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu edhe Zeid ibn Thabit e kanë pas një çështje, domthonë për një çështje kanë pas mendime të ndryshme. Çështja është trashëgimia e gjyshit me vëllezërit. Domthonë nëse një person vdes edhe lën gjysh edhe vëllezër, kush do të më trashëgoj këtu? A do të dy port apo njëna palë është më e fuqishme dhe e nxjerr prej trashëgimisë tjetër? Nëse në vdes personi dhe lën babë e vllazni, tek të gjithë dietarët, tek të gjithë sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu sallam, baba në këtë rast i nxjerr prej trashëgimisë vëllezërit e të vdekurit, sepse është më i fuqishëm. Mirë, nëse është gjyshi, nuk është baba, por është gjyshi, Abdullah ibn Abbas thotë gjyshi është sikurse baba. Gjyshi është sikurse baba, edhe në këtë rast edhe gjyshi i nxjerr prej trashëgimisë vëllezërit që ka dek vllau, ndërsa gjyshi e merr tër pasurinë e të vdekurit. Zeidi e thotë kundërtën. Zeid ibn Thabit thotë jo, të dy port trashëgojnë, domthonë edhe gjyshi trashëgon, edhe vëllezërit dhe asnjëri nuk e nxjerr tjetrin prej trashëgimisë, mirë po, pastaj e përmend secili sa ka hise dhe sa ka përqindje aty. Ndërsa Abdullah ibn Abbas i thotë ela yataqilla Zeid. Qysh nuk po i tutet Zotit Zeidi. Zeidi u ka tut Zotit. Edhe ka qenë i devotshëm, edhe ka qenë i përkushtuar ndaj Allahut të lartësuar. Mirë, po Abdullah ibn Abbasi po e kritikon mendimin e tij. Thotë Zeidi përderisa djalin e djalit e ngrit në shkallë të djalit trashëgimi, pse nuk po e zbret babën e babës në shkallë të babës? Për shembull, nëse një person vdes, edhe nuk lën djem, po lën djemve, atëherë djemtë e djalit në këtë rast trashëgojnë sikurse pas qenë djalë, sepse e nxojnë pozitën e baballarët e tyre, edhe djali i djalit ngritet në pozitën e djalit në trashëgimi. Thotë e Zeidi këto po e pranon. Mirë, pse nuk po e pranon që babën e babës me prum pozitën e babës? Mirë, edhe përkundër këtyre dallimeve që i kanë pas
të ndëruar vëllezër dhe motra. Shumë është më rëndësi ky elementi. Por ata kanë pas dallimin mendime, edhe në interpretimet meseleve. Mirë, po zemrat i kanë pas bashk. Mendjet i kanë pas bashk. Dashurinë kanë pas shumë të fortë. Edhe kanë ditë me rujt njëri tjetrin, edhe me dash njëri tjetrin, edhe me qenë me njëri tjetrit, edhe absolutisht këto dallimin mendime nuk e kanë largu njërin për tjetrit, as nuk e kanë largu zemrën, as nuk e kanë zbejt dashurinë. Ja shembull, Abdullah ibn Abasi me Zeid ibn Thabit, edhe pse e kanë pas këtë diskutim mes vete, kur ka kalu Zeid ibn Thabit njëherë me kalin e tij, e ka marrë Abdullah ibn Abasi, edhe e ka tërheq kalin e tij, edhe sikur po ja bën një nerë. Edhe i thotë, o iftari, ose o pjesëtari familjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, më thonë, unë se meritoj këtë respekt. Thotë Abdullah ibn Abasi, i thotë Zeidit, thotë, kështu jemi të urdhëruar me vepru me të mëdhejt, njerëz të mëdhejt tonë, edhe dietarët e tonë. Pastaj Zeidi zbret prej kalit. Edhe i thotë Abdullah ibn Abasit, ma jep çat dorë. Ja jep Abdullah ibn Abasit dorën edhe e merr edhe e puth. Thotë, kështu jemi të urdhëruar me vepru me pjesëtarët e familjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po çfarë dashnije kanë pas? Çfarë lidhje, çfarë vëllazërllëku, edhe pse kanë diskutuar për çështje të fekut, edhe pse kanë pas mendime ndryshe, mirë, po absolutisht këto dallime nuk i kanë largu zemrat e tyre, nuk i kanë largu dashurinë, hiç se hiç, madje nuk ja kanë zbej dashurinë e tyre, por përkundrazi kanë ditë me jetu si vëllezër në mes vete, kanë ditë me dash njëri tjetrin, edhe pse kanë mendime ndryshme dhe kanë llogaritë që kjo llojshmërinë mendime për çështje të caktuara është pasuri. Është pasuri e cila ju transmetohet pastaj brezave që vinë. Këtë frymë sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, me plot dashuri, me plot respekt për njëri tjetrin, edhe pse kanë pas aty këtu ndonjë dallim në çështje të caktuara, e kanë transmetuar edhe e kanë përcjellë edhe të nxënësit e tyre, të cilët u quajtën tabiin. Pastaj edhe ata e kanë përcjellë tek nxënësit e tyre dhe kështu brez pas brezi është sjell të gjeneratët e para se të muslimanët e hershëm, është sjell në këtë formë. Dhe këtë frymë e gjejmë edhe të dietarët e mëdhej, të gjigantët e mëdhej të shkencave islame, po gjithashtu edhe të fukahat, dietarët e fikut të umeti. Se si e kanë ruajt këtë frymë edhe dietarët dhe si e kanë përcjell pastaj edhe të nxënësit e tyre dhe çfarë dashurie edhe vëllazërie kanë mbretëruar mes tyre, edhe përkundër dallimeve që i kanë pasur në çështje të caktuara, do ta shohim në emisionin e ardhshëm me lejen e Allahut të lartësuar.